shpreha Tiranë se sillu ka sillu, ecën ku një lidhu, ka shumë kuptim në fakt për politikën në Shqipëri, rreth së cilës ne lidhemi për ditë. Por më mirë, le të ndjekim disa çaste nga aktiviteti politik i kryetarit të opozitës, zoti Lulzim Basha. Kjo qeveri, një nga qeverit më të ndyra që ka patur ky vend, po e bën popullin të vuaj, po e çon poshtë e më poshtë. Njerëzit janë revoltuar, kam takime me njerëz të niveleve të ndryshme dhe janë shumë të mërzitur. Sot do të takoj një zonjë shumë të nderuar, e cila është shumë e revoltuar për atë që po bën qeveria. Lali, qa bole mire? Jom Luzja, jom Nona dhe jom nga Tirana. Po, Heta ty. A jeni e revoltuar, zonjë? Shumë e revoltume jom. Po. Kom 4 ditë pa bot dashni me Bacin. Vje puta lajsh të rjetë divan hudh batanien sipër, ven grosën të komët edhe zëj gjumi si derë. Po, a nuk u apreu dritat juve Edi Rama? Si? Ne i preu. Po shkoj Baci vodhi korrentin të semafori për një drita në shpi. Ta shina nisën drita të baljo i herë ku që jeri shilu u shmenë më buri dheu. Shikoni se s'po bën kjo qeveri. Njerëzit po rrinë poshtë semaforit. Nuk kanë drita ku të rrinë. Pra ju nuk keni drita ju. Ju. Ha? Nuk keni drita. Qa thu më buri dheu? Luzja. Kjo qeveri po na shkatron. Luli, a keni mundësi t'i paguani dritat? Ha? Si? Luzja, jo nuk kam, jemi bo me vra veten. Si? Qa kemë burë? Pra, Qa thashun? si që shihni, populli është i rënuar. Njerëzit po flasin për qartë. Po. Po flasin dhe me vete. Si? Shihemi në protest. Rof, Lali, miru të pafshim, Nona! Por, nuk do takoj vetëm këtë qytetarë të revoltuar. Ka njerëz që po rrinë rrugëve, nuk po punojnë, janë të varfër. Ka shumë njerëz të cilët e shtyen muajin gati me 2000 lekë të reja. E po kjo është që thuash vetes bam. Kjo qeveri, oligarkët Meta dhe Rama po na bëjnë që ta shohim popullin si armik. Po në fakt nuk është armik. Do takoj një zonjë tjetër tani e cila është shumë e revoltuar se zonja e parë. Heo! Si jeni, zonjë? Shkemi o, miro! Mirë, Ja më luska nga korqa edhe për burë ka më bachkën. Shumë mirë. Zonjë, si është situata juaj ekonomike? Shumë e keqe, mo, që pyt? A ishte të varfër jemi, sa që unë dollarin e disha se ishte i sheshi afër tregu qonë ku shitesh një roba. Nuk e disha që ishin pare. Po. Nuk e kemi haru në gjyrën letve për buri dheut. Shikoni se si janë katandisur njerëzit. Mirë që janë katandisur pas një para, po i heqin edhe nga puna. Kanë heq Bacin nga puna e du me protestu. Baci është buri, ju a hoqin nga puna. Hamshori im është, po, gjitha ja hamshori pa punë. Më fali, zonjë e nderuar, kur ju a hoqëm Baci nga puna? Para 6 vjetës o buri dheut. Shikoni, qeveria Rama Meta ja ka hequr burrin për para 6 vitesh nga puna. Po, qënë kone salës. E në dipse, se budalli, nga që është shumë ignorante, s'ka lezu njerë njët në vetë, shkoj e bleu i libri kur bante të Edi Ramës. Po. Zoti mos qambori debili drejki të Shikoni se si po flasin njerëzit për qartë. Bashkë do shihemi në protest, zonjë, në protest. Si? Por nuk është i vetmi person që është i rënuar. Jo vetëm shpirtërisht, por edhe ekonomikisht. Njerëzit po stresohen nga dita në ditë. Dhe gjithë kjo vjen nga qeveria, nga oligarkët e parë dhe të fundit të këtij shteti Rama dhe Meta. Unë do doja të takoja edhe një qytetare tjetër. Një qytetare që është shumë nderuar, po është shumë më tepër e revoltuar se dy të parat. E ftoj këtu ato qytetare.
Pur! Si A je? je, si je! Ajo ka ardhur drut! Zonjë, E jam Luzja! Edhe kom bashin për burër ti! shumë mirë. Do nga tropoja! Shumë mirë, shumë mirë. Zonjë, juve ju kam prishur shtëpinë, qeveria, oligarkët Meta dhe Rama. Që qamon mos më njëllë ters, që më kam prish pisëm ka pa dhe bashi la kur ishë më nëndër. Po, edhe çfarë ndodhi pastaj? E jo mirë, nuk do dhe asgjë, thjesht të bashi në mëngjes u zgjua i eksituar. Po. Juve ju aprishën shtëpinë, do me thënë, të gjithën shtëpinë. Po, më prishën shtëpin e Vjerës. Kanë prish shtëpinë e Vjerës. Si? Jo vetëm... Se vinu sy tashu? Qa tashu? Jo vetëm që i kam prishur shtëpinë e saj, të burrit të saj. Po. Por i kam prishur edhe shtëpinë e Vjerës. Po. Për inat të Vjerës. O, zot, zoti mo që më ka gjithë mu. Maj me në gjithë, me këtë parti, kështu si që mi këtë ndisne, gjithë do shesim klufe astikës të tregu i medreses, ka që po them? Me këtë parti që jemi boneve tashi. Po, më thoni ju lutem, po, ku e keni shtëpinë ju? Ku ja prishën? Kure prishën e, atë majt me në ty për atë ditësh, atë shiun e modhë. Po, e mbajmon. Po shpallatit e mësoj për herë të parë Vjera notin. Pse, nuk ishte rrugë? Nga grovat e ndoj që ishin mush gjithuj më burridheut. Pra, qeveria dhe oligarkët Meta dhe Rama, jo vetëm që e kanë lënë pa punë, e kanë varfruar, i kanë prishur shtëpinë, po tani i kanë prishur dhe rrugën për të shkuar të rënojat e shtëpinë. Bashkia, pra bashkia me këto rrugë, bashkia. Qeveria i ka prishur këto... Ore, bashkia! Bashkia, me këto rrugë që po bashkia. O, Lali! Pa jam unë kretari bashkis, qeveria! Bashkia! Qa ke? Që që kam? Le t'jeshe kretari bashkis, ta fusë e unë ty, vetëm mos ta i fusi që tjetër në burri dheu, te i zoti ma. Lera atë hikit ashi. Po flasin për qartë njerëzit, po flasin për qartë. A të mlesht hikit? Hik! E ka me lënur me bachin të gjiroj me filmin Gjorgjin Breti Gjunglës, versioni me kod. Lali, qekë për qartë.